Në Teatrin Politik të Tiranës po luhet një akt që tejkalon thjesht emërimet administrative, po konsumohet goditja finale ndaj sovranitetit financiar të Shqipërisë. Banka e Shqipërisë, institucioni që duhet të shërbente si dig kundër informalitetit dhe pastrimit të parave, po dorëzohet pa betejë në duart e një strukture hibride mes politikës, oligarkisë dhe narkomafjes. Pyetja që u lëret sot është: ku është opozita? Heshtja e saj në Komisionin e Ekonomisë dhe në sallën e Kuvendit nuk është thjesht indiferencë, por një akt bashkëfaqësie që legjitimon shndërimin e rregullatorit në një shtëpi shërbimi për klanet kriminale. Segmenti ekzekutiv. Propozimet direkte të kryeministrit po diktohen nga oligarkia dhe lobe interesash të ndërthurura me rrethin e tij familjar. Ky është një konflikt flagrant interesi që synon të blindojë bordin me individ që do të garantojnë paprekshmërinë e monopoleve dhe flukseve financiare të klanit në pushtet. Segmenti legjislativ. Në Kulend, oligarkët dhe narkomafia po lobojnë hapur për të infiltruar ushtarët e saj brenda Këshillit Mbikëqyrës me pëlqimin e heshtur të kryeministrit. Një nga pikat më skandaloze të këtij procesi është procedura e aplikimit e mbyllur në fshehtësi në fund të vitit 2025 në Kuvend. Dosjet nuk u lejuan të dërgoheshin me postë zyrtare. Ky detyrim është një filtr mesjetar që u lejon sekserëve të pushtetit, oligarkisë dhe narkomafjes të kontrollojnë dhe bllokojnë çdo kandidaturë të pavarur përpara se dosja të protokollohet. Fakti që opozita nuk e denoncoi këtë fshehtësi dhe këtë filtr korruptiv që në gjenezë e bën atë partnere të plot në këtë sistem të mbyllur klanor. Nuk jemi përpara një konkursi vlerash, por përpara një rekrutimi besnikësh që garanton se Banka e Shqipërisë do të mbetet një instrument në shërbim të klaneve dhe jo një mburojë e stabilitetit financiar të vendit. Koha për të vepruar në mbrojtje të kalasë së lekut është tani.